Përshëndetje të dashur shokë dhe miq, ndodhemi në Durrës, tek ish fabrika makaronave, larg spitalit 500 metra. Pra, shikoni pak, më ndiqni pak. Do shesim apartament moll, gjithë të sipërfaqe, 124 metra kator të shkrujtme çdo gjë me dokumenta. Tashi, apartamenti është me ujë, me drita, është në gjendje jetese direkt. Këto janë mobile italiane, gjithçka që shihni janë mobile italiane, do shitet imobilum, shikoje pak të lutem, kemi një xhak bukur, diktej, kalotej, kemi një xhak bukur, tani, bëhet fjala për 1300 euro metri katror, do të thush ti, janë shumë, nuk janë shumë fare, nuk është pallati ngrohtë, pallati është pallati i ri, është bashkohor, është me dokumenta. Tash do t'ju tregoj edhe dhomat e gjumit. E kemi me 2 dhoma gjumi, e kemi me 2 bajo, një bajo është me jacuzzi, urdhëroni. Domethënë, është apartament, një investum, një dhe bajo tjetër, është kati 3 banim, urdhëroni çuna. Dalim tani ke dhoma e gjumit. Pallatin e kemi 3, do shitet imobilum. Boni hesab vetani, urdhëroni i bike 161.000 euro. 161.000 euro. Ja. Kjo është pallati që ne do shesim, apartamenti që ne do shesim, është pallati i ri, me grafiato, është 4 katësh. Ja ke përnoca, ja o gjaku, ja dhe pallati spitalit. Tu pra, me 1300 euro metri, do shitet ky apartamenti, i cili është imobilum plotësisht. Kjo është dhoma, është gazebo i thoi italian, është magazina që ma gjojnë, nuk do largohet as një karrike. Pra çmimi vazhdon me 1300 euro metri katror. Kemi disa apartamente. Kemi 55 metra katror, kemi 60 metra katror, kemi 70 metra katror, kemi dhe dyqane. Ju përshëndes, respekt e pafund.